Frika nga stomatologu është shumë e zakonshme të shumë prej pacientëve. Edhe stomatologja Rita Gojani e sheh këtë si problem, por që për të shqetësim më i madh është dështimi i trajtimit dhe rikthimi në fazën fillestare. Përpos problemit parë që është frika apo ankthi i pacientit, i cili vjen për shkak procedurave që janë dëmshme, zgjasin kohë, një ndër problemet që hasim është dështimi i trajtimeve tona, shkana qenë përsëritje gjithë atyre procedurave. Mendoj kjo është problemi që hasim mas shumë të ne, si profesionist që ndikon edhe tek pacientat. Gojani thot se heqja e dhëmbit në disa prej rasteve është një zgjidhje e mirë, pasi me avancimin e teknologjisë ai dhëmb mund të zëvendësohet. Kjo gjithmonë varet prej gjendjes së dhëmbit, edhe detyra jonë për mi shpëtu një dhëmb nuk varet gjithmonë nga procedurat që ekzistojnë, edhe shumë herë heqja është edhe zgjidhja më e mirë, por me teknologji të reja, me trajtimet që kemi, mund zëvendësohen edhe ato dhëmb që hiqen. Kontrollat e rregullta dhe pastrimi profesional janë të domosdoshme për trajtimin e mishrave të dhëmbëve që gjakosen, shtoi Gojani. Kjo fillon me kontrollat e rregullta, pastrimin profesional apo trajtimet profesionale në klinikë, por ka të bëjmë shumë edhe me higjienën personale që pacientët e kryejnë kushtet shtëpiake, siç është larja e rregullt të dhëmbëve, përdorimi i produkteve tjera, siç është filli dentar, është trajtimi më i mirë është parandalimi. Fatkeqësisht sipas Gojanit edhe në ditët e sotme dhimbja e dhëmbit është ajo që pacientët i shtyjnë ta vizitojnë dentistin, e jo vizitat rutinore që duhet bërë për mirëmbajtje të dhëmbëve.